Bismillahirrahmanirrahim. Sot është dita e Arafatit. Për këtë ditë dhe për argjërimin e kësaj dite, pejgamberi alayhi salam, fundi i dërguarve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai i cili agjëron ditën e Arafatit, krijuesi i gjithësisë do t'i fali gjunahet e vitit të mëparshëm dhe atij pasues. Nesër, troket dhe jemi në festën madhështore. Ajo është festa e Kurban Bayramit. Kurban Bayrami është ajo festë e cila sakrifikon dashurinë njerëzore për të arritur dashurinë hyjnore. Festa e Kurban Bayramit, ashtu siç ka dhe vetë emrin, është sakrifikimi dhe therrja një kafshë për hir të Allahut Azza wa Jall. Kështu që unë uroj të gjithë besimtarët musliman dhe qytetarët lushnjar, gëzuar festën e Kurban Bayramit, Zoti pas të pranuar të gjithë adhurimet, duat, sakrificat tuaja për hir të Allahut Azza wa Jall, gëzuar për shumë vjet dhe ardh i mbar festa e Kurban Bayramit.